Jam Toni Dovllani nga spektakli Dancing with the Stars e jeni të shikuar Alba Life. Congratulations, Alba Life TV, on your 5th year anniversary. And thank you for all you do for the Albanian American community in our city. Hi, I'm Congressman Michael Grimm, and you're watching Alba Life TV. Të dashur bashkëdhetar, ndodhemi në Staten Island, New York, ku po takohemi me kandidatin e propozuar nga diaspora shqiptare për në Parlamentin e Maqedonisë, zotin Tefik Avdullaj. Zoti Tefik Avdullaj është me banim në Chicago dhe ka ardhur këto ditë të takohet me bashkëdhetarët e tij për ta suportuar në Parlamentin e Maqedonisë. Mirë se keni ardhur, zoti Avdullaj. Mirë se ju gjeta. Dhe në emër të teleshikuesve të shumë të televizionit Alba Live, ju urojmë shumë suksese dhe mbriq sa më shpejt në Parlamentin e Maqedonisë. Faleminderit. Zoti Avdullaj, ju jeni propozuar nga diaspora shqiptare. Si është procedura? Mund të tregoni bashkëdhetarëve tuaj? Po, këto janë zgjedhjet parakohshme, i quajnë, prandaj kryeministri i Maqedonisë i shpalli dhe është një procedurë që me të vërtet, domethënë, i pengon diasporës që të organizohet më mirë, por neve do të përgatitemi dhe po punojmë energjetikisht që të arrijmë sukses. Dhe mënyra, kjo është një formë, një mënyrë që për të dytën herë, në 2011 ishin zgjedhjet parakohshme, po ashtu edhe tani. Deputeti diasporës duhet të zgjidhet, të propozohet nga diaspora dhe të zgjidhet, kështu që mandej do të përfaqësojë diasporën shqiptare nga Maqedonia në Parlamentin e Maqedonisë. Në Parlamentin e Maqedonisë duhet të ketë 3 deputet nga diaspora. Amerika Veriore, Kanadaja, 1 deputet, nga Evropa 1 dhe 1 nga Australia. Kështu që ne tani po mundohemi që të regjistrohen votuesit, të regjistrohen deri në afatin, deri në 30 të këtij muaji të marsit, mbaron regjistrimi dhe mandej në 26 prill janë votimet. Do me thënë, votuesit e diasporës, diaspora shqiptare ka të drejtën e votës për në Parlamentin e Maqedonisë? Numërohet vota? Po, numërohet vota dhe votuesit duhet të votojnë vetëm në zyrat diplomatike apo konsulare të Republikës të Maqedonisë. Si është bërë regjistrimi deri tani? Po regjistrimi është bërë, ka filluar dhe neve në Chicago e formuam shtabin zgjedhor për Chicago dhe rrethinë, po ashtu në konsultim, në bashkëpunim me shoqata të tjera në Madison, Wisconsin, në Detroit, po ashtu edhe në Kanada, në Toronto dhe London. Edhe ja tani jemi në New York, këtu në shoqatat një vend më i mendoj mi pasur me shqiptarë nga... Po, shoqata jo, diaspora shqiptare është me numër më të madh në New York. Dhe besoj se do të kryeni me mjaft sukses. Por ndërkohë do të desha të dija në konsulatën e Maqedonisë duhet të regjistrohen vetëm ata që janë me kombësi, apo si vazhdon procesi? Po, në konsulat, apo në regjistrim, kanë të drejtë të regjistrohen, do me thënë, të kombësisë banorët të Maqedonisë, me kombësi të shqiptare dhe me kombësi maqedone, edhe maqedonët pa tjetër, dhe kështu që edhe shqiptarët, edhe maqedonët nxjerrin kandidatët e tyre. Do me thënë, nga ana, nga pala shqiptare, deri tash jam vetëm unë, kurse nga pala Maqedone akoma nuk janë shpallur, nuk i di me rezultat, mendoj informata, por punohet, këto ditë duhet të informohemi. Më përpara, sa deputet ka pasur nga Maqedonia, nga diaspora Maqedonës? Në 2011 ka pas 6 kandidatë, 4 kandidatë nga pala Maqedone dhe 2 kandidatë nga pala shqiptare. Fituan kandidatët nga pala Maqedone? Po, nga pala Maqedone fitoi. Të drejtën 2011 punuam randë. Kjo ishte
rasti parë për ne shqiptarët që të angazhohemi dhe e treguam atë patriotizmin, e treguam atë seriozitetin të shqiptarëve si diasporë që edhe neve i përkasim atij shteti dhe mblodhëm që nga Kanadaja dhe Amerika me mundësit që kishim, mblodhëm afër 800 vota, mirë po në fund na lanë me fazën e parë me 750 dhe fazën e dytë na eliminuan nga atje në qendër me 350 vota. Kështu që prandaj nuk shkuam dot, nuk fituam, ne u tërhoqëm për këtë shkak. Në rast se ju do të zgjidheni deputet në Parlamentin e Maqedonisë, cila do të jenë përpjekjet tuaja dhe çfarë do t'i sillni ju diasporës shqiptare? Po, si deputet, në rast se zgjidhem, kam vizionin tim, të cilin gjatë këtyre viteve kam punuar në aktivitetet 87. Kam erdhur në Kanada, 15 vjet, edhe aty kam qenë aktiv në shoqatat, në komunitete dhe gjitha organizatat shqiptare, po ashtu 2001 u shpërngula në Amerikë. Edhe aty e fillova, do me thënë punën time vullnetare, kështu në Chicago, dhe kam një përvojë dhe mendoj që nëse zgjidhem ta prezantoj dhe duhet ta prezantoj diasporën shqiptare të Maqedonisë në Parlamentin e Maqedonisë. Do të bëjmë një urë lidhse, do të mundohemi bashkë me bashkëdhetarët, të tregojmë një demokraci perëndimore, amerikane dhe kanadeze. Dhe do të bashkëpunojmë me gjithë parlamentarët shqiptarë për interesat të diasporës shqiptare. Cili është profesioni juaj konkretisht? Unë kam kryer normal, shkollë të mesme normale në Shkup dhe mandej karrierën e ka filluar si mësues në Maqedoni për 15 vjet. Gjatë asaj kohe kam kryer edhe fakultetin juridik në Prishtinë, diplomova 87-ën, por nuk pata mundësi të praktikoj, u shpërngula në Kanada dhe ja kështu, po merremi me aktivitete. Merreni me aktivitete dhe për më tepër që e keni profesionalizmin të plotë dhe i njihni mirë juridiksionin dhe për më tepër do t'i mësoni akoma më mirë për Maqedoninë. Themi përsëri tek procedura e zgjedhjeve, sepse është shumë e rëndësishme i regjistrimit. Si procedohet për të regjistruar? Në çfarë mënyre, sepse shko shumë e shkurtër? Po, kushtet janë këto. Do me thënë, të bëhet një fotokopim i pasaportit të Maqedonisë, i cili është valid, por biometrik. Është një do me thënë, pasaporti më i ri dhe po ashtu edhe një dokument nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull patenti shoferit apo do një ID. Do me thënë 2 dokumentet kryesore në një faqe dhe ato dërgohen me email. Këto janë pastaj, kur do t'i dorëzohen këto dokumenta në atë email, ata do t'i plotësojnë sipas të dhanave, pasaportit edhe dokumentit amerikan, vendqëndrimit këtu. Do me thënë 2 vendqëndrime, një në Maqedoni edhe një në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju keni ardhur të vizitoni bashkëdhetarët tuaj. Sa e rëndësishme është për ju nëse do të zgjidheni si deputet për të takuar, për të marrë takime me diasporën shqiptare në Amerikë? Po, unë ndjej kënaqësi për arsye se e njoh terrenin, që nga koha kur erdha në Kanada, po ashtu edhe në Amerikë, i di bashkëpunoj me shoqatat Toronto, London, Detroit, Chicago, Wisconsin, të gjitha edhe New Yorku. Kam edhe shokët e gjeneratave nga gjitha trojet e Maqedonisë që kanë Dibra, Struga, Shkupi edhe ashtu me radhë, po ashtu edhe miqësi, se Prespa ka miqësi edhe me vendet qytetet tjera martesore edhe ashtu me radhë, do me thënë ndjej një kënaqësi dhe kam një e njoh terrenin dhe kam i njoh edhe bashkëdhetarët shumica dhe ashtu si ekip
Si teamwork, I thonë këtu, works. Si ekip do të arrim sukses, se vetë njeriu nuk mundet. Po ashtu dhe Shqipi thonë, trimi mirë me shok shumë. E besoj që do ta kryejmë këtë me sukses. Së fundi, cili është mesazhi juaj për të gjithë bashkëdhetarët dhe çfarë kërkoni konkretisht nga bashkëdhetarët për t'ju ndihmuar dhe për t'ju çuar në Parlamentin e Maqedonisë? Bashkëdhetarë të nderuar, ju lus që mbasi koha është e shkurtë dhe kjo duhet të kryhet brenda një jave, është mirë që të regjistroheni njerë regjistrimi I cili mbaron në datën 30 dhe mandej të dilni në votime që të fitojë një shqiptar I cili do të përcjellë zërin tuaj në Parlamentin e Maqedonisë. Një shqiptar më shumë, një deputet më pak nga pala tjetër. Do me thënë është shumë e rëndësi që sa më shpejt të paraqiteni për të regjistruar emri tuaj në listat e votimit. Të dashur bashkëdhetar, në emër të televizionit Alba Live, ju ftojmë që të ndiqni regjistrimet sipas websajtit që po shfaqet në ekran. Çuarja e zotit Tevfik Abdullaj në Parlamentin e Maqedonisë është një zë më shumë për diasporën shqiptare dhe gjithashtu krenari për kombin shqiptar. Ju falenderit për vëmendjen dhe ndoqët intervistën me zotin Tevfik Abdullaj për televizionin Alba Live, Kozeta Zylo, New York.